أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. Po filloj me ligjëratën e 87 të leximit dhe shpjegimit të veprës Meraki el Falah, Sharh Nurul Idha. Në ligjëratën e fundit kemi folur mbi çështjet apo destinimin e zekatit, se ku duhet dhe si duhet të shpërndahet zekati, kurse në këtë ligjëratë si zakonisht flitet për sadakatul fitrin si pjesa përfundimtare e zekatit. Në të gjitha librat e fikut, kur lexojmë, pjesa e fundit me të cilën përfundon libri i zekatit është sadakatul fitri. Thot Imam Shërbulali, tajibu ala hurrin muslimin mukellafin malikin li nisab au qimatihi. Sadakatul fitri është vajib, pra obligim për të lirin, jo për robin, që është musliman, jo për ata që nuk janë musliman, sepse është ibadet, gjajshëm sikur të adhurimet tjera, që është mukellafin, që është mukellaf është kur është balig edhe akil, mosh rritur dhe mendërisht i shëndosh. Malikin li nisabin, dhe që e plotson nisabin, që ka nisabin, au qimetehu, ose vlerën e nisabit. Wa lam yahul alayhi al-hawl inda tulu'i al-fajr. Pra, sadakatul fitri është vajib për të lirin, muslimanin, personin që është obliguar mukellef, dhe atë që e ka në pronësi nisabin ose kundër vlerën e nisabit, po për dallim prej të zekati, se të zekati jepet pasi që nisabit të bën qarkullimin e vitit. Të sadakatul fitri, qarkullimi i vitit nuk është kusht. Nëse e ke në moment, atëherë duhet të japish sadakatul fitri. O lem yahul alayhi al-hawl, pra nuk i ka kalu vitin. Njëjtë është edhe te kurbani. Inde tulu'i al-fajri yawm al-fitri, nëse këtë nisab e ke në lindjen e mëngjesit ditën e bajramit. Sebepi, momenti kur të bëhet sadakatul fitri vajib, është momenti prej lindjes së mëngjesit ditën e bajramit, deri në faljen e namazit. Që kjo periudhë kohore, namazit bajramit, që kjo periudhë kohore është sebepi që të ban obligim tije vajib të ban sadakatul fitri. Që nuk kupton, nëse vdes para kësaj kohe, nuk obligohet me sadakatul fitr. Ose, nëse nuk ka lind para kësaj kohe, nuk obligohet me sadakatul fitr. Wa lam yakun lit-tijarati, këtë nisabin, nuk i ka për tregtiki, farigin anid dejn, dhe tjetë i liruar nga borxhi, sepse nisabi, nëse ti e ke nisabin, po në anën tjetër ke borxh, kjo nuk konsiderohet se e ke nisabi, kemi shpjegu të zekati. Wa hajatihi al-asliya, wa hawaijihi iyalihi, wa hawaiji iyalihi. Dhe ky nisabi është tepër prej nevojave ditore, tuat, nevojave esenciale dhe nevojave të familjes tënde.
والمعتبر فيها الكفاية لا التقدير وهي مسكنه وأثاثه وثيابه وفرسه وسلاحه وعبيده للخدمة. E çka llogaritet pra si nevojë esenciale, çka llogaritet nevojë esenciale. Po të shtëpia, banimi, athathu, këto orëndit shtëpiake, rrobat, kali, silahu, arma e tij, për robrit e tij, për gjërat që ai ka në send. فيخرجها عن نفسه وأولاده الصغار الفقراء. Sadakatul fitrin e jep për veti, çdo kush pra i rrituri, e jep për veti dhe për fëmijët e tij e sigar, që janë të vegjël, e që janë fukara. E jep për veti i madhi, baba, dhe e jep edhe për fëmijët e tij të vegjël, që janë nën buluk, nëse janë fukara. Po nëse fëmija i tij është zëngin, të thotë dikush, po si, ekziston mundësia që ai me qenë zëngin, ta zonë përmes një testamenti, përmes një diçka tjetër. Thot, e nxjerr prindi, po prej pasurisë fëmijës. E jep sadakatul fitrin, zakatul fitrin, se njëjtë është zakatul fitr, sadakatul fitr është një. Sinonime. E jep sadakatul fitrin, ve in kanu e gënja fëmijët e tij, janë zëngina, janë pika nënë zëngina. Ta zonë, shembull po e bim. Është martu një burr me një grua. Një grua ka qenë shumë e pasur. Dhe ka vdek gruaja. Ka lind 2 fëmijë, 3 fëmijë, ka vdek nëna. Fëmijët kanë trashëguar prej nënës kapital, mall. Janë milionera, nëse ajo ka qenë shumë e pasur. Baba në këtë rast nuk është i pasur. Fëmijët janë të pasur. Për këtë fëmijët e pasur, baba i jep sadakatul fitrin për ato, se ato janë të vegjël, nuk e din. Po nuk e jep prej mallit vetë, e jep prej mallit të fëmijëve. Kjo është kuptimi, se të në mënyrë tingëllon, thot, si mundet kur janë fukara fëmijët baba edhe kur janë zëngina. Pra ekzistojnë mundësit sheriatikisht. وتجب على الجد في ظاهر الرواية واختير أن الجد كالأب عند فقده أو فقره. E jep edhe për prindin, sadakatul fitrin, por sadakatul fitri obligohet me dhanë edhe për gjyshin, xhaddin. Fi dhahiri rivaje, si pas librave të dhahirur rivaje, të 6 librat e imam Shejbanit, Muhammed ibn Hasan e Shejbani. Gjami il-Kebir, Gjami il-Sagir, këto që janë 6 librat. Lianë el-gjadde kel-eb, sepse gjyshi është sikur baba. Munges të kujt, munges të babës. Munges të babës trashëgon gjyshi. Kur baba është prezent, nipi në këtë rast nuk kujdeset për gjyshin, sepse kujdeset baba. Kemi, si kur të trashëgimia, kur është baba, bëhet haqb, mbulohet gjyshi, nuk trashëgon. Ka vdek baba, gjyshi trashëgon prej nipit. Sasia e sadakatul fitrit është nisfu sa'in min burrin au daqiqihi au saviqihi au sa'u tamrin au zabib au shajr. Këtu do të përqendrohemi edhe ne më shumë. Sadakatul fitri është gjysmë saj është en matëse. është gjysmë saj me grun, ose me mill, ose një sa me hurma, rrusht të thatë, ose elp. Edhe njerë, gjysmë saj, nisfë saj me mburrin, gjysmë saj me grun.
Venjeni menin këtyre gjysmës edhe kompletit. Nisfu sa'in min burrin au daqiqihi. Gjysmë saj me grun ose millin e grunit. Daqiq është mill. Au sa'un min temrin, ose një sa me hurma. Gjysmë me grun dhe mill, një sa me hurma. Au zabib, rushi that, au shair ose elbit. Këto janë artikujt dhe sasia e sadakatul fitrit. وهو 8 أرطال بالعراق, janë 8 ritle irakiane. Sepse ky saj është një em, dhe kjo si duket nuk e ka peshën e barabartë në gjitha vendet. Parafërsisht, si kur mithkalin kur e spjegum të zeqati. E tash këto i lipnin e për fjallor më shumë, se kur është, qka është rritër, qka është sa, qka janë këto. Mirë po, ajo që në lënë për shtypje tani këto që linë pyetjeve të vetiu, pse bëhet fjalë gjysmë saj me grun dhe një sa me hurme? Sepse hadithi pra është thamë në Medine. Apo? Prodhimi i vendor e asaj kohe ku e ka thonë pejgamberi alayhis salam nuk ka qenë gruni. Hurmët ka qenë. Një sa me hurme që është rreth 4 kg. Një sa është rreth 4 kg. Pra një gaznicë të themi. Rreth 4 kg hurme ka qenë barabarta me 2 në çmim kundër vlerë, barabarta me 2 kg grunës e mill. Te ne si është? Sot 2 kg grunë. Kush e di çmimin se di, po diku 10-15 dinar është çmimi zyrtar. Ta morë me 20 dinar. 2 kg grunë 40 dinar. Me 40 dinar, a mund t'i blejmë 4 kg hurma? A shini si është e diskrepanca ajo dallimi shumë i madh. Në kohën kur e ka thonë pejgamberi alayhis salam, parafërsisht këto artikuj kanë qenë të një vlere. Pra, gjysmë saj me grun, sa me hurma, sa me rrushtat, parafërsisht kanë qenë këto të barabarta në vlerën e tyre. Kur themi në vlerë, tash në lind problemi këto. Wa yajuzu daf'u al-qimah. Thot imami, lejohet që sadakatul fitri të jepet me grun, me elb, me rrushtat, këtë që i përmend hadithi. Të Hanefit, lejohet me këto, se këto janë asli, këto janë baza. Po shtrohet pyetja, a lejohet që t'jepet vlera e tyre? 3 shkollat tjera, dietarët e shumicës së 3 shkollave tjera, Shafit, Malikit, Hanbelit, thonë nuk lejohet dhënja e sadakatul fitrit në vlerën e këtyre artikujve. Nëse don ta japish sadakatul fitrin, detyrimisht duhet ta japish me këto artikuj që ka përmend pejgamberi alayhis salam, se këto janë përmendura në tekst dhe nuk lejohet largimi prej tekstit. Imam Abu Hanifja thot, dhe dietarët e mëdhëbit Hanefi thon po, lejohet që t'jepet në bazë, pra në esencë këto artikuj, lejohet që të jepet edhe vlera e tyre, ose kundër vlera e këtyre artikujve. Wa hiya afdal, yani hiya është el qime, vlera,
ajo është më e preferuar për ka? Për atë që ka nevojë, ati që ka jepet fukaras. Se ti jem grun, s'ka nevojë për grun, fukaraja. Sadakatul fitri jepet ditën e Bajramit, apo? Fitr Bajramit. Ti jep grun, jep elb, këto artikuj shkenë përmendër. A i ka nevojë për diçka tjetër, më vëlla. A i qka duhet me bo? Ti me aqu grun, me aqu elb, me aqu hurme, a i me i mora të me i qitë në trek, me i shitën, me i blef mirës të zonë pantalonë. Qka është ma e mirë për, ma e preferuar për atë shka e merë sadakatul fitrin? Qimetu, vlera e saj, i e pare pra lek, ose monela në pavarësisht se cilët janë ato. Li emneha, thot sepse kundër vlera, qëfar logjike ka pas imami? Asra li qadai hajët il fakir. Kur ja jep kimetin, është më shpejt në intervenimin për të ndihmu të varfrin. Pa duhet shpejtohet për të ndihmu të varfrin. Mënyra më e shpejt për të ndihmu të varfrin është me dhon vlerë, me dhon monela, pare. وإن كان من شدة فالحنطة والشعير وما يؤكل أفضل من الدراهم. Nëse është në një kohë kur është kohë krizeve që nuk ka ushqim, atëherë më e rrugës është me dhon ushqim sepse është kriza e ushqimit. Këtu imam realisht profesori, doktori Salah Ebul Haq, ki shpjeguesi që i ban shpjegim me Rakel Fela, e ka në fusnat, thot el edilleto min edilleti gjevazil qime. I bjen argumentet për lejueshmërinë e dhënjes së sadakatul fitrit në kundërvlerë. Këtë është këtë e shpjegon, e interpreton në mënyrë të zgjeruar. Sepse argumentet në fillim thonë se duhet të jepet sadakatul fitri në grun, në elb, në këtë. Janë 4 artikuj, pik. Nuk thot kundërvlerë. Dhe Imam Shafiu thot, Imam Ahmedi thot, Ahmed ibn Hanbali, dhe të tjerë thonë, kur i ka përmend pejgamberi alayhis salam këto artikuj, nuk i ka përmend nga logjika, dhe ma janë të konil heva, i ka përmend me inspirim nga Allahu Gjellëshanu. Dhe Allahu Gjellëshanu e ka ditë se cila është nevoja më e madhe e fukaras, dhe i ka përmend këto. Do të kishte thënë pejgamberi atëherë, si kur të lejoj vlera e tyre. Pse të mos thonë të pejgamberi ose vlera e tyre? Pejgamberi si ka thonë këtë, e ka thonë konkret, këtë, dhe pikë përfundon. Prandaj Imam Shafiu thot, nuk lejohet dhënja e sadakatul fitrit vetëm se në asëll, në esencë, këto artikuj shka janë përmend. Dhe përfundon citati. Po ashtu edhe Imam Maliku e thot këtë, sepse kjo është në harmonizim të plot me argumentet nga sunneti i pejgamberit alayhis salam. Kjo shkollë, ose ky mendim të themi, vjen deri në kohën e sotit, dhe kjo është e patolerueshme, për çfarë duhet t'i jap një hapësirë më të gjën kësaj, se njerëzit po bin prej kësaj. Edhe sot kur i shifnin në për rrjetet sociale, madje edhe në për televizione, edhe në për xhamia, ka plot të xhallar, këtu në terrenin tonë që veprojnë, e me theks veçantë rryma vahabiste, të quajtur, ose të fshehur pas petkët selefi, thonë se nuk lejohet dhënja sadakatul fitrit në kundërvlerën e tyre. Sepse ka thonë Imam Maliki, ka thonë ki, ka thonë ai. Qa ka thonë Imam Maliki, qa ka thonë Imam Shafiu, qa ka thonë Imam Ahmedi,
na e dim. Po e dim edhe një sem, për shembull. Sheikh bin Bazi, muftia i Saudijës, dhe Uthejmini, madje edhe Salih Fauzani, shtoja këtu edhe Sheikh Nasiruddin Albanin, thonë, duke u mbështetur në sunetin e pejgamberit, nuk lejohet dhënja e sadakatul fitrit me kundërvlerë, por detyrimisht duhet të jepet me ato artikuj të cilët janë të përmendur në sunet. Çdo kush këto, të që këto ka pik të Imam Shafiu të Imam Ahmedi. Ka pik këto nuk vazhdojnë të tjema, thot nuk lejohet më fund, citati. Këto të një vazhdojnë, ku është dallimi, se ata të cilët e japin sadakatul fitrin në kundërvlerë, ato kanë shkaktuar bidat, sepse e kanë ndryshu sunetin e pejgamberit alayhi salam, madje Sheikh Albani thot nëse ata pretendojnë se kjo është e vërtet, bien edhe në prerin e kufrit, në rrugën e kufrit. Tani po i pyes këto. Deri këto se nuk lejohet e tha Imam Shafiu. Dhe në s'kam hidhnim, është qëndrim, mendim i argumentuar i ti. Çtu desh kjo fjala që ti akuzosh këto dietar që e kanë leju dhënien e sadakatul fitrit me kundërvlerë, çtu desh ti me i akuzu me bidat, me dalalet dhe me kufër. Nuk është në pyetje Jusufi se e ka leju, se unë jam dietar. Është në pyetje imami i madh i këtij ummeti. Imam Ebu Hanifja me shumë të tjerë. Është në pyetje Imam Evzaj. Është në pyetje Omer ibn Abdulazizi. Se në Omer ibn Abdulazizin e dim vetëm si hakim, si khalife. Por ai para se të ketë qenë khalife ka qenë dietar. Ka qenë dietar. Dhe në shkencë njihet si dietar, jo për khalife. Khalife është çështje tjetër. Prandaj, kur e akuzon tjetërën, imam kjo katrahur që e kanë shëndru këto, e qonë si duket, e rizgjon imam këtë profesorin Salah Ebul Haj dhe e ban një analizë këtë thellë. Edhe i thot ndëgjoni argumentet. Enne amel e sahabeti, ala gjevaz kharaj el kime min sadakatul fitri. Salah Ebul Haj thot, ka pas prej sahabëve, të cilët kanë leju dhënien e sadakatul fitrit në vlerë. Dhe kjo si pas Bimbazit dhe Albanit, ato kanë qenë bidatxhi. Tani, për që të thash, qëfar ka thonë, se këtë nuk e thot Sheikh, nuk e thot Imam Shafiu, as Imam Ahmeti. Madje se lejohet dhënja e sadakatul fitrit në kundërvlerë nëse është në dobin e të varfrit, e lejon edhe vetë shejhu i tyre Ibn Tejmije. Madje edhe autori që ka e regjistron hadithin se çka duhet të jepet zeqat, e sadakatul fitr, edhe Imam Buhariu, thonë dietarët çuditërisht takohet dhe pajtohet me mendimin e Imam Ebu Hanifës se mund zeqatit, sadakatul fitrit të jepet edhe në kundërvlerë, edhe pse është transmetues i hadithit. Ky thot Ibn Abi Shejbe, musannefin e tij, librin e tij, transmetimin e tij, transmeton an Ebi Ishaq es-Sabi'i, wa huwa min mashahirit tabi'in. Ke Ebu Ishaq është prej tabi'inve. Wa qad adraka Aliyan, ki thot e kam rrinj Hazreti Aliin. Wa jama'atu min as-sahabe, dhe një numër tjetër të sahabëve. Çka ka thonë Yekul që ki sahabiu Ebu Ishaq es-Sabi'i, thot, adraktuhum ej as-sahabe, i kam rrinj sahabët, kam jetu me ato, وهم يؤطون في صدقة الفطر الدراهم بقيمة الطعام. Thot, unë i kam rrinj sahabët, kam jetu me ato, Aliun dhe një grup tjetër, të cilët jepnin sadaka
me kundërvlerë të ushqimit. Sadakatul fitrin pra. Ku të qojmë këtë fjalinë e fundit tash? Kësaj duhet t'ja gjejmë vendin në shkencë. Argumenti i parë. Rewahu ibn Abi Shejbe, musannefin e tij, 4-40 faqe, qal, ba'atha Rasul sallallahu alaihi wasallam Muadh. Dëgjoni tash këtë argument. Prej ku mbështetet Imam Abu Hanifja. Pejgamberi alayhi salam i tha Muadh ibn Jabalit radiyallahu anhu, shkon Yemen, fa amarahum an ya'khudha as-sadaqata min al-hintati wash-sha'ir. Dhe merë sadakatul fitrin prej tyre në grur edhe në elb. Apo? Kush i tha kështu? Pejgamberi alayhis salam. Kënde qoj? Muadh ibn Jabelin. Kush ishte Muadh ibn Jabeli? A'lamu s-sahabe bil halali wal haram. Sahabi më i njoftën me halalin dhe haramin. Kështu e ka thënë pejgamberi alayhis salam. Pejgamberi i tha Muadh, shkon Yemen. Prej muslimanve të Yemenit mbledhe sadakatul fitrin prej grunit edhe prej elbit. Shkoj Muadhi. Fa akhadha, kur shkoj atje, edhe se qatin, normalisht me ato me mbledh. Fa akhadha al-aruda wa thiyaba wa huwa akhadhu bil qima. Fa kur shkoj Muadhi atje, ju mori duke e bo vlerësimin e grurit dhe të elbit, zekatit dhe sadakatul fitrit, në vlerën e tyre, në kundër vlerën e tyre, Muadh ibn Jabeli ju mori roba, tesha. Ju mori tesha atine, dhe ku i qoj ato? Dhe i prunin në Medine. Dhe ju tha atine se kjo është me lehtë për fukarate muhaxhirin. Ku i qoj këtë Muadhi? I qoj në Medine. Ku i t'ja qoj? Ja qoj pejgamberit alayhis salam. Në vend se t'u merr esencën, pra grunin edhe elbin, Muadhi mori kundërvler roba, tesha. Ja pruni pejgamberit. A e kontestoi pejgamberi këtë? E kthej prapë s'kam çu për këtë, se s'lejohet kjo punë. Jo, për kundra zi i mori dhe është përndau. Pra kjo është argument se lejohet kundër vlera nëse të varfërit kanë nevojë për te. Tani këtu është teme gjatë kjo. Inna ijzau l-qimete min mal huwa min kibarit tabiin. A shka e ka lejuar me marë kundër vlerën prej sadakatul fitrit janë tabiinët e mëdhej. Kush janë ata? Është Hasan el-Basri. Hasan el-Basri, në njëri që e din krejt kapacitetin dhe vlerën e tij. Dhe ki ka leju el-alimu zahid el-mashhur, ku thot, la ba'as an tu'ta ad-dirhamu fi sadaqatil fitr. Thot Hasan al-Basri, nuk ka gjë të keqe që t'jepet sadaqatul fitri në vlerën e me dirhem, pra me parë. Dirhem është ari ose argjend, parja që është përdorur në të kohë. Musannefi ibn Abi Shejbe 2290. Argumenti i 4. Thot Allahu Gjellëshanu, khudh min emvalihim sadaqatan, merr ju prej pasurisë së tyre sadakan, zekatin. Kale Ibn Jathir. Ibn Jathir është një prej gjuhtarve, dietar i gjuhës arabe, është i njohur. El malu fil asli ma yamliku min adh-dhahabi wal fidda. Khudh min emvalihim, fjala emval është shumë si i mal, shumë si fjalës mal. Allahu thot në shumës, min emvalihim, prej pasurive të tyre. Thot, vë aslul mal, në esens, pasuria është, në esens, është ajo që ka e posedon njerju min adh-dhahabi wal fidda, ari dhe argjendi. Në esens, kjo është. Po, a mos gjirot, po. Thumë utlika, pastaj thot e ka marrë kuptimin,
kullu ma ju këtena vë ju mlek, çdo send që ka mund të pronësohet. Në sens, kur thësht pasuni, nuk kupton altanin edhe argjendin. Pastaj vin, jutlak, është zgjeru kuptimi i kësaj, edhe në sendet tjera që ka mundësi të pronësohen. Prandaj thot, wa aktharu ma yutlaku inda al-arab ala al-ibil. Te arabët, thot në atë kohë, mas shumëti kur i ke thonë dikuj mallin, atë kanë kuptu deva, se çdo i kanë pas me shumicë. Ka mall, filani edhe të ne është përdor. Filani është malltar. Çka ka malltar? I ka 200 koka dele për shembull. I ka 30 lop. Në esencë mall është parja, pra altani dhe mirë, po otli ka thot Ibn Jathiri, kjo është zgjeru kjo kuptim dhe çdo send që ka him pronën tënde, sepse urfi, tradita e njerëzve e ka fut në aspektin gjuhësor këtë. Wa bejanu Rasul, as-sadaqatu bil temri wa shair aw al-iqti wa zabib innama lit taysir raf'un lil haraj. Thot pejgamberi Ebu Hanife thot, pejgamberi kur i ka përmend këto artikujt, nuk e ka synu për kufizimin e këtyne artikujve. Po, që ka pas për qëllim? E ka pas lehtësimin e tyre. Lehtësimin e aplikimit të sadakatul fitrit. Sepse, këtu po shpjegohet kjo. Po, keq interpretohet. Sepse, thonë, pejgamberi ka ditë me thonë në pare, sepse dhe në kohën e pejgamberit a.s. ka pas pare. Po, ka egzistu nocioni pare. Po, kësa është përdor? është përdor të një pjesë shumë e vogële, në gjuhën bashkëkohore shprehjem e qytetarëve që kanë jetuar në Medinë. Po ato muslimanë që kanë jetuar në periferi, ato s'kan ditë çka është parja. Ato tregtinë e kanë bën me mall. Dhe ato, edhe te ne ka qenë deri frikë ka qenë. Për shembull, me shkuti me alif fukaras bjermi 10 euro, fshatarit, ma herët po flasë. Po da kom probleme i gjithë 10 euro, ose vlerën e 10 euro. Po me thonë bjermi 10 kg grunë, thot 20 për t'japë. Cila është me e lehtë këtu? Sepse është prodhim vendor, fshatari, banorët e kanat në pronësi. Para nuk ka shumë e njoftën. Nuk ka qenë shumë e njoftën. Dhe këtu thot, të isirë për shkak të lehtësimit, jo për shkak të përkufizimit që nuk mundet ndryshe. Argument tjetër, pejgamberi a.s. e ka dhe el-qimet e fi sadakat e zekat. Çfarë argumenti bjen këti? Thot pejgamberi ka pranu kundër vlerën e zekatit. Që të thot se ka pranu kundër vlerën e zekatit? Kur pejgamberi ka pranu kundër vlerën e zekatit që është farz, atër pse mos të pranon kundër vlerën e sadakatul fitrit që është vajib? Kjo është argument, logjika. Thot, hadithi i Muadhit që ka qurë, në vend kafshëve, devave dhe pasurijës bereqetet toksore, ka morë roba, një që e cekëm. Tjetra qka është, thot, huve, ehvenu alejkum, kjo është me e lehtë për juve, walil muhajgjirin e bil Medina, edhe për muhajgjirët, fukarat muhajgjirët që janë në Medina. Tjetra, thot, dhjoni këtësh, inë në nëbije kale, fi khumus, min el ibil, fi khamsi min el ibil shat. Në 5 deve, do të me morë një dele, zeqat. Pas të shkon të urit, ajo në 10-15, i dim ato, nuk kemi të jetin. Nëse duhet me morë një deve, që i ka 2 vjetë. I ka 2 vjetë. Mirë pa i pronari që duhet me dhonë zeqatin.
Ose devja duhet me i pas 3 vjetë, që ka ta jebë zeqat, si janë të saktume, Ibnul Lubuni, Ibnul Mehad, ato. Nuk e kemi temën aty. Ka shku njeri me amor zeqatën, i ka thonë zotri ti ke kaq deve, do është me dhonë zeqat një deve që ka i ka 4 vjetë. Thot, okej, zotri, thot, unë nuk kam deve që ka i ka 4 vjetë. Unë kam vetëm disa deve që ka i ka 2 vjetë. Ki pronari që ka e mledhë zeqatin, që ba? Devja 4 vjetë, kushton 2.000 euro. Devja 2 vjetë kushton 1.500 euro. Ta zonë. Kishke e mledhë zeqatin, se s'ka që ka merë, 4 vjetë s'ka aj. E merë devën që ka i ka 2 vjetë. Dhe po jetë bosh 500 euro. Se kjo çmimi i kësaj është, pjesën tjetër e kompenzon me nukud, me pare. Me kime, me vlerë. Këtë e ka leju pejgamberi alayhis salam. E ka leju në kundër vlerë. Pra, e ka marrë këtë deve, pjesën tjetër zeqatit e ka kompenzu me kundër vlerën e saj. Kjo është argument se kur lejohet të zeqati, lejohet edhe të sadakatul fitri. Pastaj janë 15 argumente, nuk po du kejt. Nuk po du kejt me i sjellën këto. Argument tjetër, këtu, si pas traditës, kje ka argumente 12. Se tash në duhet 24 orë me folë për këto argumente. Thot imami, ose djetarët e medhhebit Hanefi. Thotë Allahu Gjellësharu në Kurani Kerim, lën të nalu l'birre hatta të nfiku mimma të hibbun. Nuk e keni arrit mirësien nëse nuk e jepni atë që e doni mas shumëti. Ajo është ka dhimet mas shumëti. Si dush me i bo mirë dikuj, dush me adhanën qatë pasurish ka mas shumëti dhimet. Nëse ti jep sadaka edhe nuk e përjeton, nuk të len mangu kur zhon, s'ka mirësi për e saj. Që ndodhë të ne shpesh. Eshtë të që vjen Bajrami, kini pa, gratë matrat tona, ato robët të fmive shka i kanë aqe, që 2 vetë, 3 vetë, ka pas e ka bojt, a i s'ka gajle, gjali jem, vesh 2 herë ka vesh, që a qoj dhe një fukarasi. Ja, s'ka se vapë këto. Se ti po e liron normanin tanë prej mbeturinave, për e qënë fukaras. Si dush me e pas se vapin, këtë vjetërën veshjet gjelitan, shko të rejen që e fukaras. Kjo është kuptimi a jetit, lën të nalu l'birre atë të nfiku, mimma të hibun. Nëse ti e jep një sadaka, dhe nuk e ndin mangësien e asaj, në gjepin tanë, ti s'ke dhe në sadaka më dhe. Pse e merë këtë ajet? Pse e merë këtë ajet imame ose djetarët? Sot thot, cila është me dashur të njeri? Me letë. A me letë është me i dhanën 5 euro, 10 euro një sadaka, apo 3 kg grunë? Cila është me dashur të ti? Po, me dashur të ti, është me merë dhe 3 kg grunë, që ti merë një thes grunë, se s'me interesona, ma 10 euro javë. So, se me djerë ti kam fitu. Këtu pra, nëse do të arrish mirësin, do të japësh atë që e donë më shumë. Ti në këtë rast e donë vlerën e saj. Këtë e ka një prej argumenteve që e merë imami ose djetarët e medhhebit Hanefi. Dhe mos që lodhi me këtë. Në kohën e fundit, ose rrethanët e sodit, që përjetojmë ne, nëse ka bota 1,5 miliard musliman, sot, po i hekim
gjys miliardin, dhe thot, 500 milion, po e lam 1 miliard musliman që e japin sadakatul fitr. 1 miliard musliman nga 4 kilogram grun që duhet me i dhonë sadaka, sa po ban pesha, sa grun duhet me pas në bocat? Ku me gjetë këtë? Dhe kujt mi e qusot? Kujt mi e qusot? Lehtash me dalë në televizion me thamë, se aj që nuk e kanë zjerë sadakatul fitri në asëll, që e kanë zjerë në vlerë, nuk ka sadakatul fitri. Me thonë televizion është lehtë, me e zbatu në teren. Thonë, na kemi një zgjidhje tjetër. Qërë zgjidhje këtë tjetër? Shifet të shfarë zgjidhje bojnë këta. Thonë, ne nuk ja japmin kundër vlerë, nuk bëjmë kundër vlerë, nuk e japmi helbe dhe grunë. I merë parët prej meje, që unë e japë sadakatul fitri. Po unë shkoj në shqitare, edhe i blej artikuj ushqimor, për me e që fukaras, dhe ja që e artikuj ushqimor, jo grunë. Unë kur po shkoj me e blej, po e qoj grunin të aja, po i qoj parët. Po shkojnë vetë shërbim, i kam 5 sadakatul fitra, ka 1 euro, 5 euro. Apo i marun 5 kg grun me i qu në vetë shërbim me ilon që me ble artikujt ushqimor me grun, apo po jep me pare? Me pare më vëlla po jepën. Praktikisht është e vetëmja mënyrë ekzekutimit ajo që e ka thonë Imam Ebu Hanifja para 1200 vjetëve. Sepse përsërit e llogarit në vlerë. Apo e llogarit në vlerë. Vetëm se donë me e kalu rrugën e gjatë. Dhe nuk gjanë zgjidhje tjetër, përveç se të vishte ajo që e ka thonë Imam Ebu Hanifja, e ka thonë shumica e sahabëve, shumica e dietarëve islam të medhebit Hanefi dhe nga medhebet tjera që e kanë leju në esencë, por mos me e kompliku çështjen e islamit, por me e lënë ashtu si i ka hijet dhe zbatohet, duke mbrojtur interesin e të varfrit. Gjithmonë duke mbrojtur interesin e të varfrit është e aplikueshme. Prandaj e thash, nuk shqetëson mendimi, sepse mendimi ka argument, por gjithmonë shtrohet pyetja, pse duhen akuzat më vëlla? Pse duhet akuzat ti akuzosh dietarët me bidat, me dalalet, me humner, me humbje, kur ti ke argumentin tanë, ndalu të argumenti. Akuza e tjetrit nuk është argument ma. Akuza e tjetrit në aspektin shkencor është argument për mos ekzistimin e argumentit të ti. Sepse këtë nuk e ka bas Imam Shafiu, as Imam Ahmed ibn Hanbeli, as Imam Maliku. Kanë thonë, si pas qëndrimit tem, kjo nuk lejohet. Pik përfundon citati. Por jo tani të akuzohen njerëzit. Dhe këto që e lejojnë sot, nuk jam kundër se e lejojnë. Por, u sigjeroj këti në xhallarëve tonë që dalin në për mihrabe, që u thonë njerëzve, nuk lejohet jep një para për sadakatul fitri, sepse nuk e keni plotësu sadakatul fitrin, sepse duhet ta jepni në kundërvlerë, të agjojnë rrugën e mundshme se si duhet të paguajnë muslimanët sadakatul fitri. Parimi islam është ki. Allahu xhalleshanu thot, kjo punë tash ndalu, në vend kësaj tash leju kjo tjetra. Apo? Hurrima aleikum ummahatukum, janë ndalu juve nanët tuaja, motrat tuaja, dhe në fund thot janë leju të tjerat. Apo? Hurrima aleikum al-maytatu wad-damu wal-lahmu al-khinzir, u është ndaluar coftina, mishi i derit, kjo, këto qire që në të lejume. Kërkon s'ka në Kur'an, e ndalume dhe s'ka rrugdalje, jo. Pra, sa herë që ndalon diçka, dush me i gjithë rrugdalje. Ju po e ndaloni një sem, po, ne e gjeni rrugdalje,
Si ne musliman duhet të paguajmë sadakatul fitrin, duke mos shku në vetë shërbim. Sepse edhe në vetë shërbim duhet me shku me euro, sot me pagu ose me dinar. A pet me kundër vlerën e tyre. Ose nëse ju keni pa, unë nuk kam pa, nëse ju që jeni prezent, keni pa diku, se njoni i kish mush një najlon me grun, kish shku në vetë shërbim, i kish lënë dhe kish morë harsh për shpi, më tregoni, po unë nuk e kam pa këtë. Pra, si pas djetarve të medhebit Hanefi, lejohet dhënja e sadakatul fitrit edhe në kundër vlerën e këtyre artikujve të cilët u përmendën më parë. Vë vaktu vëgjube inde të lu il fajri jau më fitr, koha që të banë vajgjib sadakatul fitrin, është kur të linë mëngjesit ditën e bajramit, dhe kjo do thotë se vëmen mate e oftekare kablehu, a që ka vdek para se me le sabaj, fejri, agimi i mëngjesit, para se me i kohë e namazit sabajt, dhe pse ka i këtilaf me sfukahave këtu përsëri, që ki fejri, a është fillimi apo fundi, s'po him në tem. Para se me lind fejri, mëngjesi, ka vdek njeri, s'ka sadakatul fitr, nuk e ka vazhjib sadakatul fitrin, për ata. Ose iftekare, ka blehu, të rinë gjysë natës, a konë zengin, gjysë natës apo fukara. S'ka, kara, apo fukara, kara në nisabin pra. Edhe kise ka, vazhjib sadakatul fitrin, au esleme, au egna, au valede badehu la telzem, ose nëse pas lindjes së mëngjesit, pra pas lindjes së diellit, njëni apo musliman. Ose është boj pasër. Nuk e ka obligim sadakatul fitrin, vulide ba'dehu fala telzem. Yustahabu ikhrajuha qabla al-khuruj ila al-musalla. Lejohet për preferueshme është të sadakatul fitrit të jepet para se të shkohet në musalla. Janë gjami, musalla. Musalla është vendi, ledina, ku falet bajrame. Si pas Hanefive, kur ka mundësi, si pas fukahave Hanefi, kur ka mundësi që namazi i bajramit falet në hapsir, ledin, livad, ku edhjon një vend caktum, është me kru me falë në gjami. Po flitet për kushtet e atjehit. Kurse kushtet e na, kur bjen bora 30 cm ose bjen shiti, jo po tash ka thonë Hanefit du të me dalë në borë, jo mërë jo se ka thonë këse, si kalon mend kërkan njerëzit, me nëzjera që jenë ftoft me i mërdhif. Por në kushtet kur ka mundësi. Pra, yustahabu ikhraju qabla al-khuruj ila al-musalla është e preferume që t'jepet para se me dalë në xhami, ka fjalën për me musalla pra në vend falje, wa sahha law qaddama, po është i vlefshëm sadakatul fitri edhe nëse e jep përpara, para asaj dite, ke dhënë dje, par dje. Këto, do shefa ka mendim ki, djetarët kanë polemika se nëse sadakatul fitrin e jep, po e them atë më tolerant që është dhe më afër logjikës, nëse sadakatul fitrin e jep para bajramit, po e ke dhënë brenda Ramazanit, sadakatul fitri është i vlefshëm edhe pse nuk t'u ka ban vajgjib. Nëse ti e arrin bajramin, pra ke jetë, e arrin bajramin, e ke plotsu vajgjibin, nëse nuk e ke arrit është sadaka prej sadakave, sepse kurbani se ke vajgjib. Au akhara wa ta'khiru makruh. I vlefshëm është sadakatul fitri edhe nëse e ka vonu prej kohës së bajramit, se ka dhonë deri ati. Do të me dhonë për mas, sepse ngel borgjë. Apo? Sadakatul fitri se ke dhonë tërsa fal bajrami. Ta është qa me bo? I duesh me dhonë ngel borgjë, ngel në qafë, alë dhimme. Ngel borgjë në qafë, duesh me dhonë, po është i shoqëruar me kruh. Pra është i shoqëruar me mëkat, prandaj nuk ban me vanu.
ويدفع كل شخص فطرته لفقير واحد. Se cili person thot ki, edhe kjo është punë e mirë, si kur thishtë traditë edhe tek ne, që se cili person sadakatul fitrin të jep me dorën e vetë. Jo një për gjithë. S'paktu në aspektin edukativ, me i thonë edhe fëmijën qoftë, me edhe në fëmijës me thonë qohë në t'i jepe, sadakatul fitrin, ti e ndihmon, ti e cakton, po t'a jep aj me dorën e vetë, që të mësohet. Thotë, se cili t'i jepet fitrën, si që dhe jep fitrën e vetë aj. Ka ihtilaf kundërthënje mes djetarve një fitër, a lejohet shpërndahet mes 2-3 fukarave. Po një fitër, Allah, një fitër 4 kg grum, kundër vlera atyre sot, ose kjo fitër të net që përcaktohet, sa ka qenë 200-300 dinar. A me edhon një njerit, një fukaras, a qatë 300 dinar shenë me ando 4 vete. Thot ka ihtilaf mes fukave. Thot, va e gjozu defun ala gjematin li vahit ala sahih. Shumica e kanë lejuën edhe këtë me është përndanë një fitër shumë fukarave, ashtu thot si që lejohet dhënja pagesa e shumë njerëzve fitrën një fukarave. Këtë rast të kemi, rasti i parë është kur një i pasur e shpërndan në shumë fukara, lejohet, dhe shumë të pasur kërë japin të një fukara, por me kusht që duhet të rujnë nisabin, sepse nëse plësohet nisabit të aj, pastaj i ndalohet marrja e sadakatul fitrit. ويجوز دفع ما على جماعة لواحد على الصحيح. Sipas mendimit më të saktë, lejohet që shumë njerëz të japin një të varfër, wallahu al-muwaffiq lis-sawab wa billahi at-tawfiq, dhe me këtë citat e përfundon kitab ose bab sadakatul fitr Imam Shurmbulali. Ne i lutem Allahu xhalleshanuhu që ta mësojmë të vërtetën si të vërtet, ta njohim të vërtetën për të vërtet dhe ta praktikojmë në jetën tonë të përditshme, ta njohim të pavërtetën si të pavërtet dhe ta shporim ose ta largojmë nga jeta e jonë e përditshme. I lutem Allahu xhalleshanuhu që të na furnizoj me dituri të dobishme, që është në jetën e kësaj bote dhe shpërblyese në jetën e botës tjetër, ashtu se me këtë po përfundojmë edhe shpjegimin ose leximin e veprës Imam Shurmbulalit, duke ju lutur Allahu xhalleshanuhu që edhe hoxhën ton, imamin ton, hoxhallarët ton, mësuesat ton, të gjithë që kanë qenë para neve, që kanë kontribuar për islamin në forma të ndryshme, Allahu xhalleshanu t'i shpërblej me xhennet i Firdaus inshallah. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu yaghfir lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.